Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri zhvilloi një takim me një grup kontributorësh ndër vite të Partisë Socialiste të Konispolit. Gjiknuri pohoi se tek kandidatura e tij çdo socialist gjen eksperiencën politike të një socialisti të vërtet, i provuar si nga origjina familjare, patriotike, por mbi të gjitha nga vlerat që përfaqëson Partia Socialiste. Ai theksoi se kryesorja është që në këtë zgjedhje të fitojë Partia Socialiste, pasi pa pushtetin e saj, shumë nga gjërat që janë bërë realitet nuk do të bëheshin. Kandidati Gjiknuri pohoi se sipas sistemit zgjedhor, socialistët kanë mundësinë e zgjedhjes së kandidaturave, duke theksuar se nëse ai si kandidat merr shumicën e votave të qytetarëve në Sarandë, Konispol, Delvin, do të lobojë për çdo socialist dhe qytetar të thjeshtë për të bërë më të mirën për këto zona. Tek personi im, keni eksperiencën politike, keni socialist vërtet i provuar qoftë nga origjina familjare, qoftë patriotike, por mbi gjitha vlerat që përfaqëson Partia Socialiste, vota për mua natyrshëm për Partinë Socialiste. Ne na duhet fitore një herë parë. Kryesorja është të fitojmë mandatet e Partisë Socialiste. Pa pushtet në PS-s, shumë nga këto gjëra që ne kemi në realitet nuk do bëhen. Nga ana tjetër, brenda saj ju keni dhe mundësinë e zgjedhjes të individëve kandidatëve më të mirë. Në fundi qofse unë marr shumicën e votave të qytetarëve të kësaj zone, do përfaqësoj juve me dëshirë, me qejf. Ne kam shumë kënaqësi të përfaqësoj dhe të jem pjesë e rrethit komunitetit tuaj Sarandë, Konispol, Delvin. Unë jam ai që do të loboj maksimalisht për çdo socialist dhe qytetar tjetër për të bërë ato që janë të mundshme për të bërë. Gjithë ato investim që kam bërë edhe këto vite, dikush në planin personal edhe për punën e mia, do doja të kisha një mirënjohje mbështetje, jo thjesht për të marrë një mirënjohje, po për të lidhur një kontratë me njëri tjetrin morale. Ish kryetari i Bashkisë së Konispolit Shuaib Beqiri, duke theksuar mbështetjen e strukturave socialiste për kandidatin Gjiknuri, theksoi se kontributi kryesor i Gjiknurit në Konispol ka qenë investimi në rrjetin ujësjellësit, duke bërë që të gjithë fshatrat e Konispolit sot të kenë ujë 24 orë në të gjithë territorin e saj, që nga fshatrat më të thellë deri në Konispol, një ëndër shekullore që u bë realitet nga qeveria Rama me kontributin e veçantë të Damian Gjiknurit. Gjithashtu pjesa e investimeve në rrjetin e energjisë elektrike, investim për të cilin Gjiknuri ka dhënë ndihmën e tij dhe me fitoren e Gjiknurit në këtë zgjedhje, projekti do të vijojë më tej. Kandidatura e Gjiknurit në këtë zgjedhje, sipas ish kryetarit të Bashkisë së Konispolit Shuaib Beqiri, do të marrë mbështetjen masive të banorëve të Konispolit. Kontributi kryesor i tij ka qenë një nga më kryesorët që besoj ju e mbureni të gjithë sot, që të gjithë fshatrat sot i keni me ujësjellës. Do të thotë që është nga bashkitë që e përmend dhe kryeministri jon dhe lideri jon Rama, që është një bashki që ka 24 orë ujë në gjithë territorin e saj, që nga fshatrat më të thellë dhe deri te pjesa e Konispolit që ka qenë një ëndër shekullore për të patur Konispoli 24 orë. E kjo ka qenë një kontribut i veçantë i Damianit dhe pjesa që ka filluar tani, që pjesën e energjisë, gjithmonë ka insistuar për pjesën e saj aty dhe besoj që me fitoren e Damianit jemi të bindur që do fitojë, në saj të mbështetjes tuaj, sepse as unë vetëm, por ju të gjithë bashkë, do bëhet pjesa maksimale për që edhe atë projekt të nisur ta çojmë në fund, për ta hequr dhe atë barr që ne ndjejmë të gjithë në kuptimin e pjesës energjisë elektrike. Ajo që është më kryesorja, në 11 maj, Partia Socialiste nëndën nuk duhet ta diskutojë. Kontributor ndër vite të Partisë Socialiste në Konispol pohuan se mbështetin masivisht kandidaturën e Gjiknurit në këtë zgjedhje, duke cilësuar atë si njeriu që ka bërë aq shumë për Konispolin sa nuk kishte bërë për 30 vite. Ne do të jemi mirënjohës duke votuar për Partinë Socialiste, duke votuar për Damian Gjiknuri. Ka bërë shumë për zonë Konispolit sa që nuk ishte bërë në 30 vite. Kam qenë 2017-ën që kemi punuar së bashku, kemi korrur një sukses të jashtëzakonshëm në Konispol dhe sërish atë sukses do ta korrim sërish për Partinë Socialiste dhe për Damian Gjiknuri. Të gjithë ne socialistë të parën kemi Pesën dhe Edi Ramën, pastaj do të mbështesim kandidaturat e ndryshme të tjera. Dhe pëtoj nga më të mirë këti. Takimi me kontributorët e Partisë Socialiste ndër vite në Konispol ishte takimi i radhës që kandidati Damian Gjiknuri po zhvillon në kuadër të fushatës së tij elektorale.